Përshëndetje, unë jam Clarisa dhe jam studente e punës sociale. Dhe sot dua të ndaj diçka me ju që më ka prekur thellë. Në Shqipëri kemi të rinj shumë të talentuar me ëndra shumë të mëdha, që duan të kontribuojnë në shoqëri, duan të studiojnë dhe duan të ndërtojnë një jetë të ndershme. Por rruga drejt universitetit është mjaft e vështirë. Pse ndodh kjo? Sepse njëri nga prindërit e tyre është në burg dhe stigma, paragjykimet e shoqërisë janë shumë të mëdha. E si mos mjaftonte kjo, kanë edhe pamundësitë ekonomike që thellohen dita ditës. Ne takojmë çdo ditë nga këta të rinjt, të cilët janë të talentuar, të motivuar, por ata kanë nevojë për ndihmën tonë për ta marrë këtë hap. Unë besoj se ti mund të jesh ndryshimin e jetës të tyre. Me një kontribut sado të vogël, ti ndihmon një të ri të marrë një hap drejt së ardhmës së tij, një hap që do të ndryshojë gjithçka. Bashkohu me ne, mbështet fushatën, ndriço një rrugë. Le ta bëjmë ndryshimin së bashku.